Shikohet se është momenti për gatimin e fundit për këtë sezon. S'kemi as risotto, s'kemi as pasta, por kemi një super sandwich me mish pula, gjanë si hamburger, por jo e kemi sandwich. Këtu afër meje ka marrë një brioche që do ta prejmë në mes dhe do ta skuqim në fërtere me pak gjallë. Afër meje kam një copë file pule, të cilën nuk do ta vrasim me çekan, do ta zhysim në miell vezë dhe në cornflakes që e kemi nga Misria, do ta kemi një pulë te krokante. Afër meje kam dy super produkte, pa të cilat as e kam nis e as nuk po e mbylli sezonën. Kemi vajin ulliri ekstra të virgjër italian Monini më të miri në treg, me të cilin do ta pjekim mishin e pulës, por do ta krijojmë në këtë enë të vogël edhe një salcë duke bashkangjitur vajin, pak balzamiko, nga ponti më e mira e trasha, do të vendosim lajm, do të vendosim mjalë, do ta shihni, dhe farat piperit të kuq të djegst, sepse kur do të piqet pula, në fund do ta bëjmë pulën që të fizlloj. Pra, do ta zhysim te kjo salca e krijuar këtu. Tjetër çka kemi këtu? Kemi edhe trangullin, e kam prit të hollë. Do ta marrim tani këtu trangullin, do të vendosim trangujt freskët, jalapenos do të vendosim, Mexican super djegst. Do të vendosim edhe diçka tjetër, do t'i përzijem mirë, edhe uthullën e pontit, se pas na haru shikuesja, do ta marrim uthullën e mollës, e kemi këtu. Pastaj, kur skuqet buka, është pjek mishi, do ta vendosim mishin, ta vendosim pastaj jalapenos bashkë me trangujt. S'po flas. Dhe tani pa humbur kohë, menjëherë po fillojmë që ta realizojmë këtë super sandwich. Mishta, do t'i ham. Ja pra, po fillojmë direkt me jalapenos, ja I kemi trangullin, specin, super të djegst meksikan. Po e vendosim pra edhe trangujt këtu bashkë me jalapenos. Do t'jetë një recetë të interesante. Tani, do të marrim vajin e ullirit, Monini, ja, do ta vendosim këtu. Tani, do të vendosim piper të zi, ja kështu, piper të zi. Do të shkojmë me pak kripdete, ja kështu. Vendosim pak hudër pluhur, ja kështu. Dhe nga ponti pak uthull molle. Dhe tani të gjithën do ta përzijem. Ja, të gjithën së bashku do ta përzijem mirë. Ja, kështu. Ja, kështu. Ja, se në më kanë gji. O zot çfarë arome po janë. Okej, kjo përfundoi. Tani do të krijojmë një salcë kremoze, ju thash do ta përdorim edhe vajin Monini, edhe balzamikon, mjaltën, lajmin dhe farat e kuqe. Ja, direkt pa humbur kohë. Në këtë enë këtu do të vendosim, ja ta largojmë. Hajde, sa kja kemi fokus, do të shkojmë me vaj ulliri, ja kështu. Vendosim vajin e ullirit, duke e bashkuar balzamikon nga punti të trashën, ja kështu. Tani do ta prejmë gjys lajme, ja. Tani do ta marrim gjys lajme, ka një zash shtrydhen, ja kështu. Pak nga gjysa e lajme, besoj që mjafton, ja kështu. Do të shkojmë edhe këtu, do të shkojmë me hudrën pluhur, ja kështu. Tani do të shkojmë me pak mjalt. Dhe për ekstra shije, do të shkojmë me farat piperit. Djegst, ja kështu të kuq. Dhe tani të tërën do ta përzijem mirë, ja kështu. Ti marrim pak erë, hajde saki. Ma merë menje që është shumë e djegst. Okej, tani është momente që, ja, ta prejmë bukën, e kemi këtu tash një copë buke të brioche.
Ja, do ta marrim, do ta skuqim mirë me gjallë, do të punojmë me 2 fërtere shikues. Te kjo me vija këtu, që kemi të skarës, do ta skuqim bukën, sepse dhe vija do duken bukur me gjallë, ndërsa me vajin e ullirit do ta pjekim copën e pulës. Por fillimisht, po shkojmë dhe po e marinojmë pulën. Ja, pra këtu kemi një copë, është goxha e madhe, por i ftuari ka ardhur unt dhe kam u kënaqur. Me njerë do ta zhysim tek mielli. Njëherë fillimisht ta zhysim te mielli. Tani do ta kalojmë te veza, ja kështu. Ja, mirë. Dhe tani tek cornflakes. Ja, wow, do t'jetë një super sandwich. Te na është shkri, edhe vajnë monini e kemi të fërterja tjetër, ku do të punojmë pra me të dyjat. Me njëherë do ta marrim brioshën, ja kemi një briosh, dhe ja kështu. Ja kështu. Do ta vendosim këto mirë. Ja u qotu pak të hajmë. Super brioshë. Do ta skuqim mirë në të dy anët. Ja kështu. Dhe përveç brioshit, ja, do ta vendosim edhe copën e pulës. Ja se na ron këto kompleksat i gjesim ja mirë. Ja, pra, do të shkojmë duke e kthyer mishin e pulës. Opa. Disa herë, ja. Okej. Mishi i pulës ka nisë më u pjek. Buka na është skuq, ja vetëm ta ndalin këto shporete. Ja këto. Ja. O, zot sa ira mira. Ja, do të shkojmë fillimisht me këtë pjesë këtu do ta vendosim, sepse këtu në pjatë ta vendosim mishin dhe në fund, opa. Do ta mbyllim. Ja, po e largojmë këto. Ja. Po e largojmë pak pulën. Sepse kemi vajin e ullirit dhe të gjithë e dinë që vaji i ullirit digjet shpejt. Pra, duke marrë parasysh që copën e kemi më trash, ta majmë kështu. Ja. Dhe të shkojmë me ndihmën e një piruni. Ja kështu. Ja, do të shkojmë me ndihmën e një piruni. Dhe ta mbajmë kështu, që të na piqet mirë. Tani do të shkojmë duke e kthyer në anën tjetër. Ja, kështu. O, zot, shiku çfarë ere po vjen, a? Ja, edhe pulën e kemi gati, dhe tani do ta bëjmë super sandwichin, sepse kraki me ziri sa s'na ka ardhur. Atëherë, e patë në fillim që krijova një super salcë aromatizuese, edhe mjaltën e kemi aty, e cila do t'jep ende më shumë shije kësaj pule. Ja, pulën e kemi teje të lëngshme. Hajde ca kjo afër, ta shohin shikuesit sa mirë na është pjek. Dhe e kemi shumë të lëngshme dhe i kemi këto cornflakesa këto që t'japin ende shije. Ja, do ta vendosim këtu. Tani është momenti për këtë super salcë, që do ta derdhim tek pula. Ja, shiheni tani. Nuk kam koment. Ja. Do ta marrim pulën. Ja, fillimisht do të shkojmë me copën poshtë, ja kështu. Ja, do ta zhysim mirë të salca, ja kështu. Ja. Mirë. Ta vendosim këtu. Ja kështu. Do të shkojmë të vendosim pak kal salca, ja. Do të jetë një super sandwich. Tani do ta marrim copën numër 2, ja kështu. Një sekond. Ja, kështu, do ta vendosim. Ja, kemi shumë mish. Ta marrim lugën, ja, kështu. Vendosim edhe pak nga salca, që është super salcë. Dhe, tani, ti marrim këtë super tranguj, bashkë me jalapenos, ja, kështu. Që i kemi
kriju më herët me salcën tjetër, o zot. Ja, është fantastike, i kemi pre ekstra të holla, se kur është qëtë, ja. Ja, edhe pak. Dhe koha që ta mbyllim. Dhe sandviqin, wow, e kemi gati. Tani, do ta pastrojmë mirë të pjatë, ja kështu. Wow, ja pra, kjo është super sandviqi. Ja pra, kjo është super sandviqi. Shikus, s'kom hangër të sandviqi ma herët. S'dip se s'bona as për mu, as për Caki. Caki ka qenë, ku ki qenë sot Caki? Deçan, kana gjeq ka qenë. Asha ki hangër ati edhe atë mish jam i knaqë si hangër. Zhadi qka, hajt. As për mu, as për Cakin. Veç për kraken, ju bëft mirë shikojës, kur ta gatuarni, ju lumë shënduar sepse gishtat të nimi hangër dhe Zilja. Falë për kraken, kraken mazdere, na erdhi profesori inderuar, po, ashtë edhe politikani, ja. E keni përqy, e keni votu, e keni aty, qka pritet për vendin tonë Kosovë, do të kemi shumë qka të flasim me zirë kraken, po e hapim ti. Shikojës, e kemi këtu një sandviq 2 katë. Neziri lype, thik piru, si më pares, tash jo, vëlla. Kime hangër, qështu t'i qishtë. Se njënik. Se njënik, hajde me bismillah. Anë t'lumë shindur ty. Shumë faleminderit. Faleminderit, shumë e zoja shpisë. Hajde, ha pak djekës, të më thonë penis me halopinës shikus. Me qelë pak apetitin. Që unë përta bëj gati ujën se, nesja tash. Ku që na pas ke bo më kështu? Po, ma e mirë, bofës mirë. Hajde. Që unë ujnë përta bëj gati. S'ka livi, hajde, shprovoj, më rënë si shia. Pse nuk ka sane tila në qytet? Ua, qëfar këmë ti me, të jam e qëllim e bone? Jo, po qëllim. Ha? Po qëllim. A ma bën qefi, shikus. Jo, se, pse nuk ka? Se Prishtina është mushë dhe Kosova me restorane, me të mira janë kështu, interierit i kanë fantastike, vende që të mira, po... Në gjithat buka është këgja uniform.